Umar ibn Khattabi radiallahu anhu, si prijes i muslimanëve, kishte zakon që natën dilte dhe inspektonte dhe vëzhgonte hallet e muslimanëve. Pra shkonte nga shtëpia në shtëpi, duke dëgjuar, duke shikuar, duke inspektuar, duke kontrolluar, dhe një natë gjen në një hapësirë gjen një grua me fëmijët e saj të vegjël dhe fëmijët po qanin. Kjo grua kishte vendosur tek zjarri një kusi të vogël me ujë. I thot "Assalamu alaikum." "Wa alayka assalam." "A mund të afrohem?" I thot "Afrohu me mirësi, për ndryshe mos të afro." Afrohet Umar radiallahu anhu dhe i thot që çfarë është halli juaj, dhe i thot që është natë, është ftohtë, dhe unë e vendos këtë kusin me ujë në mënyrë që të pushojnë fëmijët e mi, të cilët qajnë. Pra duke parë ujin mendojnë se do të gatuhet, s'kishte asgjë ajo. S'kishin asgjë. Pra për t'i gënjur fëmijët që të flinin. Dhe Umar radiallahu anhu niset me shoqëruesin, shkon merr miell dhe i thot "Ma ngarko", i thot "Ky që jo". Patën disa herë "Jo unë, jo ti", e kështu me radhë. I thot Umar radiallahu anhu "A i mban ti gjunahet e mia ditën e kiametit?" Pra gjitha kjo nga ndjeshmëria e përgjegjësisë, që ai ishte përgjegjës për të gjithë ummetin musliman dhe për këtë grua dhe fëmijët e saj, që ai nuk e njihte. Ja ngarkon Umarit radiallahu anhu në kuriz, dhe pastaj nisen me të shpejt, dhe Umari kur shkon fillon dhe gatuan. Merret me zjarin, gatuan, han të gjithë fëmijët, han ngopen dhe fillojnë dhe i qeshin dhe pastaj flan. Edhe kjo nën i thot "Jazakallahu khairan", Allahu të shpërbleft, ti je më i mirë se Umari, i thot. Duke mos e ditur që ai ishte Umari, prisi besimtarve. I thot "Fol fjalën e mirë", i thot Omeri asaj. "Kur të jem inshallah tek Umari, do të takosh dhe mua." Pra kjo ishte ndjenja e përgjegjësisë së Omerit radiallahu anhu, dhe kjo ishte ndjenja e përgjegjësisë që kishin ai brez, sahabët radiallahu anhum, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam.